Kryeministri Edi Rama inspektoi këtë të shtunë në rrugën provizore në aksin Librasht-Prenjas, që tashmë është i stabilizuar duke i dhënë një frymarrje sërish qarkullimit në juglindje. Rama u shpreh se arsyeja e prishjes së aksit Librasht-Prenjas ishte një fenomen tërësisht natyror. Gjithë tollovia e madhe që u shëmb rruga nga punimet është një manipulim i madh, një perversitet shumë i madh, sepse faktikisht këtu jemi në aksin e vjetër. Dhe aksi i ri nuk është këtu, në kuptimin nuk është i ndërtuar ende këtu. Akset e reja janë ato që kalojnë për të ardhur deri këtu, ndërkohë që këtu vazhdon puna këtej, nuk ka lidhje me ata atje. Dhe ajo atje është një rrëshqitje e shkaktuar nga faktori gjeologjik për shkak të mbinarkesit me Shira. Nesër kemi pasur pak në Elbasan e Matit që kemi ne, mesatarja ka qenë 200, ka qenë 440 mm, kemi filluar që në ndorë me Shira. Kjo është zona e kontrolluar këtu ku ka ndodhur rrëshqitja. Dhe zona në fjalë është një zonë që ka gati 18 vjet histori intensive rrëshqitjesh. Kryeministri sqaroi se i vjen keq që banorëve të zonës ju ka ndryshuar ritmi i jetës, por njëkohësisht njoftoi se puna po vijon për korridorin 8, i cili sipas tij do të lidh vendin me pjesën tjetër të Ballkanit, duke u kthyer kështu në një nga korridoret më strategjike dhe të rëndësishme. Ne jemi këtu për t'i garantuar gjithë që jemi shumë të vetëdijshëm për dëmin që i shkaktohet njerëzve nga ndryshimi i ritmit të jetës, jemi shumë të vetëdijshëm për pengesat që shkaktohen, dhe për të garantuar që puna këtu nuk ndalet dhe vazhdon pa pushim në mënyrë që ta bëjmë sa më shpejt korrigjimin e këtij segmenti dhe mbylljen e kësaj plage. Por ama duhet ta bëjmë shpejt, por duhet ta bëjmë mirë. Drejtori i Shërbimit Gjeologjik shpjegoi proceset, janë procese që kërkojnë kohën e tyre në të gjitha rastet, nuk mund të bëhen brenda ditës. Kështu që do ta bëjmë sa më shpejt, por do ta bëjmë mirë, në mënyrë që kjo plagë të mbyllet përfundimisht.